Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën D. Pasi që jemi në fillim të muajit të shenjtë Ramazanit, gjithë besimtarëve musliman ju urojmë Ramazanin, qoftë muaj i begat me paqe, mirësi për ju dhe familjet e juaja. Agjërimi nuk është vetëm një akt shpirtëror, por është një proces gjatë të cilit ndodhin ndryshimet, qoftë fizike e qoftë mendore. Vetit dhe përfitimet e agjërimit është tema që do e trajtojmë sonte. Se si ndikon agjërimi në trupin ton, kush mund të agjëroj e kush jo, çka preferohet të bëhet gjatë këtij muaji, këto dhe shumë informacione të tjera sonte nga një kënd profesional do t'i kuptojmë nga doktor Gëzem Kelmandi. Doktor, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën tjesh sonte këtu me ne. Mirëmbrëma, faleminderit edhe për ftesën. Doktor, çfarë është agjërimi realisht dhe çka ndodh gjatë agjërimit në trupin tonë? Në fakt, zhvillimi i shkencës në vitet e fundit në përgjithësi dhe mjekësisë në veçanti ka bërë që të rritet kurreshtja më shumë për ndryshimet pozitive që arrin përmes agjërimit, nga se shumë shkencëtarë në nivel global, botëror, në veçanërisht shkencëtarët japonezë, edhe pse ata janë të shuar me zbulime në shumë fusha, kanë qenë kurreshtarë të njihen drejt për drejt me zhvillimet që ndodhin në organizmin e njeriut si pasojë e agjërimit. Ata kanë arritur në një përfundim që ndryshimet të cilat arrin në organizmin e njeriut si pasojë e agjërimit janë shumë dimensionale. Përveç në aspektin shpirtëror nga këndvështrimi fetar, janë ndryshimet të cilat arrin në aspektin biologjik, endokrinologjik, fizik dhe psikik. Këto ndryshime pozitive të cilat arrin përmes agjërimit, shkencëtarët botëror dhe ata japonezë në veçanti e kanë cilësuar si ndryshime kirurgjike pa bisturi, pa skalpel, dhe më thënë është arritur të trajtohet, të largohen dhe të eliminohen gjitha produktet negative që akumulohen brenda vitit në organizmin e njeriut, përmes agjërimit nga se dim, organizmi i njeriut gjatë tërë vitit bombardohet nga produkte, substanca toksike, radikale të lira dhe të tjera të dëmshme, të cilat grumbullohen në organizmin e njeriut dhe kështu e atakojnë shëndetin e njeriut në përgjithësi dhe përmes agjërimit është arritur që të pastrohet organizmi në veçanti. A ka dallim mes agjërimit fetar dhe atit terapeutik? Në fakt, dallimi është mjaft i shprehur, edhe pse terapia mjekësore është munduar të parafrohet agjërimit fetar, zatën rekomandimet për një dietë mjekësore bazohen pikërisht nga efektet pozitive të agjërimit. Si e thash, mjekësia si shkencë në veti, më së shumti ka arritur të përfitoj nga mrekullit që dalin nga Kurani familjar, nga se në Kurani familjar, qysh para 1400 viteve, janë shkruar në Kurani familjar disa mrekulli në aspektin mjekësor, të cilët tek sot në vitet e fundit ka arritur të zbulojë mjekësia. Për shembull, para 1400 viteve Kurani na ka treguar se si formohet fryti në mitrën e nënës, përderisa mjekësia një gjë të tillë nuk ka arritur ta zbuloj deri në shekullin e fundit fal zbulimit të ultrasonografisë. Tek pas zbulimit të ultrasonografisë ka arritur mjekësia ta dëshifroj dhe ta zbuloj se si formsohet, zhvillohet fryti në mitrën e nënës duke ndarë ato periudhat embrion, fetus dhe pastaj i posalindur, përderisa një gjë të tillë është e shprehur dhe cilësuar mjaft saktë në Kuranin familjar. Dhe në këtë rast, edhe në fushën e agjërimit, mjekësia është munduar të përfitojë nga mrekullitë e agjërimit, që vjen si një obligim fetar, dhe është munduar të nxjerrë përfitimet për organizmin e njeriut dhe ka arritur në përfundim që vetëm përmes agjërimit, këtë rast mjekësia nuk e quan agjërim, por e quan si dietë terapeutike mjekësore, ka arritur në përfundim që arrin ndryshime të mëdha, mrekulli të mëdha në organizmin e njeriut dhe sot jemi dëshmitar se ndër disciplinat më së shumti që janë më të kërkuara a nivel global, që merren më shumë janë nutricionistët, të cilët rekomandojnë ndryshime të ndryshme apo dieta të ndryshme për të mirën pozitive të organizmit të njeriut. Sa kohë duhet trupit të fillojë të përfitojë nga agjërimi? Mendoj që ndryshimet, përfitimet e para arrin brenda ditëve të para, nga se është një lloj regjimi në aspektin edhe ushqimit, edhe domethënë kur jemi të ushqimi përbëjmë edhe produkte që ushqejmë dhe ato që lëngjet që i përdorim, i konsumojmë, dhe kështu brenda ditëve të para arrin ndryshimet pozitive në organizmin e njeriut. Metabolizmi fillon të punojë me një ritëm krejt të ndryshuar. Zemra fillon ta rregullojë ritmin e saj. Pastaj vjen eliminimi i radikaleve të lira dhe
atyre produkteve të dëmshme tjera toksike të cilat e bombardojnë organizmin e njereut. Fillon eliminimi i yndyrrave të dëmshme të akumuluara. Mos harrojmë se ndër organet kryesore të cilat më së shumti atakohen nga yndyrna dhe sheqerat është melçia. E melçia njihet në organizëm si laborator i organizmit. Dhe përmes agjerimit fillon këtë rast jo vetëm eliminimi i yndyrnave dhe sheqernave, por fillon regenerimi i melçisë, që është shumë primare për organizmin e njereut, nga se shumë organe në organizmin e njereut kanë aftësi regenerative. Këtë rast edhe melçia fillon qysh në ditët e para të ndjej efektin pozitive të agjerimit, kur ajo lakorja e ndryshimit pozitiveve arrin vetëm pothuajse maksimumin e saj brenda javës së parë. Pasi të arrihet java e parë, melçia fillon ta ndjejë ndryshimin pozitiv të agjerimit, duke u regeneruar qelizat e saj. Sot dietologët apo nutricient botror më rekomandojnë produkte të ndryshme, qoftë fruta, pemë apo perime apo langje, të cilat bëjnë regenerimin e melçisë. Por mos harrojmë se agjerimi e mbrin këtë efekt pa konsumuar fare ato produkte, nga se është mrekulli e Zotit, pa dashur të zhytëm në interpretime fetare, por çdo obligim që ne ka ardhur në Kuranin famlar është për të mirën e organizmit të njeriu dhe njerëzimin në përgjithësi. Këtë rast edhe përmes agjerimit është arritur ai ndryshimi që prek shumë organe, të cilat janë të lidhura drejt për drejt në metabolizëm. E këtë rast unë jo rastisht u ndala te melçia që njihet si laboratori i organeve në organizmin ton, nga se më së shumti është atakuar nga yndyrnat dhe sheqerat. Zatën, mjekësia në vitet e fundit ka arritur të zbulojë se ndërshkaktarët të shumtë dhe që kanë rol kyç në zhvillimin e sëmundjes më të përhapur fatkeqësisht në nivel global të kancerit janë yndyrnat dhe sheqernat. Akumulimi i yndyrnave të tepërta dhe sheqernave në melçi llogaritet ndër shkaktarët e kancerit dhe shkaktarët të sëmundjeve të tjera kronike kardiovaskulare, diabeti dhe të tjerat, të cilat atakojnë drejt për drejt organizmin e njereut. Në këtë rast, përmes agjerimit arrihet të rikthehet funksioni, të përmirësohet funksioni dhe regenerimi i melçisë, që është një organ shumë i rëndësishëm për të eliminuar produkte të dëmshme dhe në këtë formë duke ruajtur organizmin e njereut në përgjithësi. A ndryshon reagimi i trupit tek personat që agjerojnë për çdo vet, në krahasim me ata që e kanë për hir të parë agjerimin? Në fakt është një periudhë e gjatë, një vjeçare, 365 ditë, të personat që agjerojnë, mes atyre që agjerojnë për herë të parë dhe atyre që agjerojnë. Ata që kanë agjeruar disa vite me radhë, është e vërtetë që kanë bën ndryshime shumë pozitive, por megjithatë edhe ata që fillojnë për herë të parë mund t'i prekin ato ndryshime në organizmin e tyre, edhe pse agjerimi i personave që është më afatgjat padyshim është efekt më pozitiv. Në vendin ton e mbajmë mend shumë mirë, shumë të moshuar, të cilët sot nuk jetojnë, na tregojnë për vitet e tyre kur kanë agjeruar në kohë të vështira në vendin ton, kur varfëria ka qenë në një shkallë mjaft avancuar, kur thatësitë kanë qenë më të larta në vendin ton, temperaturat të larta, kur nuk kanë pasur as çka të konsumojnë, domethënë kanë hëngur ushqim të thjeshtë, por megjithatë nuk janë zbrapsur nga agjerimi. Dhe nëse e marrim një analizë të tillë, do ta shohim se persona të tillë, të cilët kanë agjeruar dhe në kushte më të vështira, edhe me ushqime më të pakta se ne sot, do të shohim se shëndeti i tyre ka qenë më i mirë se neve sot. Për atë arsye, këto ndryshime, këto mrekulli të cilat janë arritur në organizmin e njereut përmes agjerimit kanë qenë objekt i studimit të shumë shkencëtarëve jo musliman. Qëllimisht s'po i përmendi shkencëtarët muslimanë se do të vijë pastaj të një konflikt në thojë interesi se muslimanët e kanë dhënë këtë mesazh për agjerimin, atëherë nuk do të pranohet nga të tjerët. Por përderisa shkencëtarët jo musliman kanë arritur përfundimet e tyre se rezultatet pozitive që arrin në organizmin e njereut përmes agjerimit janë mbrestense, janë të papërshkrueshme dhe mbi bazat e agjerimit unë mendoj që sot një pjesë të madhe të rekomandimeve terapeutike, mjekësore, dietologjike dhe nutricioniste e nxjerrin sot këta që merren sot me ushqim të shëndetshëm, që një si nutricionist dhe dietolog, nga se kanë parë që është arritur përmes agjerimit. Nga agjerimi shpeshherë disa persona humbin peshë. Sa është e dëmshme apo e dobishme kjo humbje e peshës? Në fakt, humbja e peshës në agjerim nuk është, si të themi, e domosdoshme. Por ai në agjerim çka është më rëndësishme që eliminohen produktet e dëmshme
dhe është një regjim i rregullt i organizmit, domethënë organizmi i njeriut gjatë agjerimit e ka ushqimin me rregull dhe gjumin me rregull. Në këtë rast nuk mund të themi në kuptim të plot të fjalës se ata dobësohen, po dobësohen nëse shfrytëzojnë agjerimin që për shembull gjatë agjerimit janë dy shujta kryesore, si të themi dy vakte kryesore të ushqimit, është koha e perëndimit të diellit apo si njët iftarit dhe koha para agimit e syfyrit. Por këtë rast nëse dikush dëshiron të përfitojë nga agjerimi, e flas përfitim individual i tina që ta shfrytëzon agjerimin dhe t'i shmanget shuajtës për shembull këtë rast shujtës së syfyrit, atëra i mund të humbë edhe në peshë. Por ajo që është më rëndësishme që në agjerim është distanca e veçanërisht në kohët verore, kur është distancë e madhe mes iftarit dhe syfyrit, atëherë organizmi përfiton këtë pikë më shumë, nga se metabolizmi, si e thash në fillim, punon me një ritëm më të qetë, zemra punon me një ritëm më të qetë dhe melçia fillon të regenerohet. Kur regenerohet melçia, atëherë gjitha organet dhe organizmi në përgjithësi e prekin ndryshimet pozitive të agjerimit, kështu që humbja peshës nuk është domosdoshme në agjerim, sa është s'mund të them domosdoshme, por sa është e pritur dhe e dukshme ndryshimet pozitive në eliminimin e produkteve të dëmshme, si thash, toksinat e ndryshme dhe eliminimin e radikaleve të lira. Doktor, kisha dashur më ndalë tek personat që janë me diabet të tipit 2. Si ndikon agjerimi tek këta persona? Në fakt, çështja e diabetit të tipit 2 është relative. Nuk mund të themi që disa persona domosdoshmërisht pa tjetër e kanë ta ndërpresin, nga se dikush nga frika dhe i shmanget agjerimit. Por është vërtetuar edhe që të personat me diabet, edhe të personat me smundje kardiovaskulare, edhe të personat me shkallë të lartë të yndyrrave në gjak, agjerimi ka bën ndryshime pozitive. Do të thotë fillimisht unë mendoj që personat të cilët janë të prekur nga diabeti tipi 2 duhet të marrin mendimin e mjekut profesionist, konkretisht endokrinologut, për gjendjen e tyre, çka është e mirë për të pa është dashur të zhytem në fushën e endokrinologjisë, është që të bëjnë në çdo 3 muaj analizën e sheqerit në gjak, që ne e quajmë HbA1c, që tregon gjendjen e nivelit të glukozës në gjak, dhe në bazë asaj analize, pastaj ata të vendosin për agjerimin e tyre, dhe nëse është një diabet i kontrolluar, nëse është një diabet stabil, dhe nëse është i tipi 2, atëra nuk e kanë problem të agjerojnë, por megjithatë për shëndetin e tyre, nga se mësimet fetare na thonë që në radhë parë shëndeti i njerëzit. Shëndeti i njerëzit është i pari. Megjithatë, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre, rekomandohet që persona me diabet të tipi 2 të marrin një mendim profesionist nga endokrinologu para fillimit të agjerimit, nëse kanë shpreh dëshirë të agjerojnë, por jo të paragjykojnë, të friksohen dhe mos ta fillojnë fare agjerimin. Disa persona, para se të fillojnë agjerimin, kanë terapi që përdorin një herë në det, që zakonisht të përdorin në mëngjes. Për këta persona, pasi të fillojnë muaji i agjerimit, është më mirë që kjo terapi të përdoret në periudhën e iftarit apo në syfer? Tash, nëse ata e përdorin terapin në mëngjes, i bie që ata e kanë përdorur një terapi që korrespondon pas pauzës së gjatë që kanë pas gjatë natës. Domethënë në mëngjes i bie si themi në esull. Domethënë nuk kanë pi asgjë gjatë natës dhe gjatë ditës. Dhe kjo i bie që ta përdorin në iftar. Nga se gjatë tërë ditës nuk kanë ngrënë dhe s'kan pi, dhe i bjen që pak para ushqimit në iftar ta përdorin atë terapi njëjtë sikurse që e kanë përdorur mëngjes, nga se mëngjezit i ka parapri nata. Gjatë natës ata nuk kanë përdorur ushqim, dhe në këtë formë mendoj që është një paralele e njëjtë nëse përdorin mëngjes apo përdorin tash në Ramazan e përdorin para iftarit. Në aspektin mendor, sa ndikon agjerimi në qartësi mendore, po e quajmë kështu? Po, thash, përveç efekteve ndryshime pozitive që arrin në organizëm në aspektin biologjik, endokrinologjik dhe fizik, arrin ndryshime pozitive në aspektin psikik, nga se një person gjatë periudhës së agjerimit, gjatë ditës, është shumë i qetë edhe në kontrollimin e emocioneve, edhe në reagimin e situatave të ndryshme, është më i qetë dhe mund ta kontrollojë çdo emocion. Këto janë vërtetime dhe konstatime të shkencëtarëve botëror,
të cilët e rekomandojnë formën e dietës e të rastet të problemet të cilët kanë të fushës psikiatrisë. Prandaj, agjerimi përveç që ka arritur drejt për drejt të prek funksionin në aspektin pozitiv, funksionin endokrinologjik, biologjik dhe fizik të organizmit, ka arritur të bëjë ndryshime pozitive edhe të personat, edhe në aspektin psikik të persona, pavarësisht a kanë ndonjë pengesë apo jo psikike. Ju po e përmani përveç aspektit psikik dhe aspektin fizik. Pse gjatë agjerimit disa persona janë më energjik e disa janë pakës më të lodhur, po theme? Kjo pak lidhet më shumë me temperamentin e personit. Personat të cilët janë prej natyrës më temperament, nuk e përballojnë lehtë çështjen e abstenimit nga ushqimi, nga pija dhe ushqimet. Për atë arsye ata në momentet e caktuara të agjerimit ballafaqohen me situata të tilla pak emocionale. Përndryshe, po flas me hulumtime shkencore. Hulumtimet shkencore nuk janë hulumtime individuale, nuk janë hulumtime që zhvillohen brenda vitit, por janë hulumtime që zhvillohen në grup dhe hulumtime që zgjasin me vite të tëra. Për shembull, merret një grup i pacientëve apo se pacient konsiderohet ata persona që janë të prekur më shumë nga sëmundjet, por po flas merret një grup i personave ndarë në 3 dhoma. Një grupi të parë i rekomandohet agjerim, grupi të dytë nuk i rekomandohet, grupi të tretë përdorin placebo dhe këtë formë pas disa viteve hulumtim konstatohen rezultatet e arritura dhe me këto analiza shkencëtarët botror kanë arritur në përfundim që ndryshimet psikike që arrihen përmes agjerimit janë të papërshkrueshme, nga se arrihet një ndërtim emocional shumë stabil, një ndërtim fiziologjik që përmenda merret edhe aty pozitiv, por kur jemi te psikika e njeriu, domethënë ndryshimet arrin janë të papërshkrueshme, ndryshimet pozitive që arrin përmes agjerimit. A i ul agjerimi inflamacionet në trupin tonë, sepse ju po i përmendni vetit shumë të mëdha që po na jep agjerimi? Inflamacioni është çështje tjetër. Inflamacioni është përgjigje e organizmit ndaj reagensave të huaj. Këtë rast kur organizmi njeriut atakohet nga trupat të huaj, qoftë bakterie, virus, myshje të ndryshëm, atëherë rritet shkalla e reagimit të organizmit përballë atyre. Në këtë situatë, nëse kemi të bëjmë se fatkeqësisht në shoqërinë tonë nganjëherë ngatrohet koncepti inflamacion me infekcion. Ka dallime këtu. Këtë rast kur organizmi është i atakuar nga një infekcion, atëherë pacienti që është në agjerim duhet i rekomandohet, duhet i përmbahet rekomandimeve mjekësore në terapinë adekuate. Nëse kemi të bëjmë me një infekcion bakterial, atëherë padyshim të infeksionet bakteriale terapia parë që rekomandohet janë antibiotiket, por derisa të infeksionet virale, një gjë e tillë nuk guxon të ndodhë, edhe pse ne jemi dëshmitar fatkeqësisht, shfrytëzoj rastin e studion e të përmendim rastin e pandemisë Covid, e cila ishte një pandemi mjaft fatale në nivel global dhe shkaktuar nga virusi korona. Janë bërë shumë abuzime me terapi konkretisht me antibiotik, që ka ndodhur një gabim mjekësor që kanë pranuar shkencëtarët botror, nga se të viruset, të infeksionet me virus, në asnjë moment nuk guxojnë të jepen antibiotik. Këto mendoj që qytetarët dhe shikuesit e juaj duhet ta marrin këtë mesazh që në rast se dyshojnë që janë infektuar, kur mos të marrin antibiotikun pa pëlqimin e mjekut përkatës apo analizë laboratorike, se nga se vetëm analiza laboratorike na tregon a kemi të bëjmë me infekcion viral apo bakterial. Këtë rast, nëse një person është i prekur nga një infekcion bakterial, ai duhet ta merr terapinë adekuate, që këtë rast janë antibiotikët të infekcionit bakteriale, dhe padyshim që agjerimi kryen efektet e veta pozitive në organizëm, por megjithatë duhet t'ja bashkangjes edhe terapinë mjekësore, nga se antibiotikët janë ata që e luftojnë infeksionin më së shumti. Edhe pse ka të dhëna që agjerimi ka arritur të përmirësoj shëndetin dhe imunitetin e organizmit në përgjithësi, por nëse kemi të bëjmë me smundje akute, smundjet akute janë ato që ndodhin për një kohë të shkurt, kanë një zhvillim shumë atofshëm. Nëse pacienti apo një person ka zhvillim të një smundje akute, atëherë ai duhet krahas agjerimit duhet ta merr edhe terapinë e rekomanduar mjekësore varësisht për infeksionit qoftë viral apo bakterial. Doktor, dhënia e gjakut është një prej proceseve më humane që e bëjnë njerëzit të shëndosh, por a prish agjerimin dhënia e gjakut? Tash kjo është pyetje në aspektin fetar. Unë nuk guxoj pavarësisht njohurive të mia,
por për hir të korrektësisë dhe profesionalizmit tuaj si gazetare dhe studio, nuk isha dashur që të jel një përgjigje nga ana ime, a e prish apo nuk e prish agjerimin. Por ajo çka është më rëndësishme që unë vetë personalisht kam qenë agjerueshëm kur kam dhënë gjak për një pacient, për një të afërm i cili ka pas. Dhe mësimet e mia të tilla kanë qenë që nuk e prish. Domethënë edhe një gjakut nuk e prish agjerimin, por mos jetë kjo si një përgjigje imja profesionale, se sot fal Zotit në Kosovë dhe në trevat shqiptare, kur më shumë se sot nuk kemi pasur njerëz të shkollës hoxhallar të shkolluar, të cilët nuk ngurojnë dhe nuk hezitojnë të japin përgjigje të tilla për problematika të ndryshme të agjerimit, por që në bazë të mësimeve të cilat i kam mësuar të thorazi, jo drejt për drejt nga studimet e mia, por nga hoxhallar të shkolluar në vendin tonë, atë sa kam dëgjuar prej tyre dhe sa kam lexuar në libra fetar, domethënë kam dëgjuar që agjerimi nuk e prish, edhe një gjakut nuk e prish agjerimin. Për nga pikpamja mjekësore, kush nuk duhet të agjeroj, doktor? Kjo pyetje është relative. Nuk mund të themi se këta persona nuk bëjnë asë si të agjerojnë. Radhë parë dhe thash më herët që shëndeti njeriut është primar. Dhe këtë rast, nëse një person ka vendosur të agjeroj, por nuk është i mirë me shëndet, ka një smundje kronike, apo ka një smundje të rëndë, apo ka ndonjë smundje tjetër, mendoj që pavarësisht dëshirës së tij për të agjeruar, nuk guxon të nënshtrohet frikës që mos të agjeroj se më lëndohet shëndeti, por mendoj që atij i vjen një rekomandim, një kontroll profesional i mjekësore të mjeku përkatës, varësisht nga smundja që cilën ai lënkon, dhe dhash Zoti se edhe përgjigjja e mjekut jetë e tillë që ruan edhe shëndetin, që nuk dyshoj që ruan shëndetin e pacientit, por tjetë një përgjigje dhe besoj që ka mjek të tillë që japin një përgjigje që plotësojnë dëshirën e personit për ta agjeruar. Do të thotë që unë mendoj që personat që në raste të tilla, krahas dëshirës për ta agjeruar, duhet ta marrin një përgjigje profesionale adekuate të mjeku i profilit të caktuar, nga se shëndeti i njeriut është në radhë të parë, ashtu si thash më herët, pavarësisht se agjerimi shkakton ndryshime marramendse pozitive në organizmin e njeriut. Por kur kemi të bëjmë me smundje të rënda, shëndeti është në radhë të parë dhe vijnë përgjigje konkrete nga profesionisti shëndetësor, i cili duhet t'i bashkoj dy gjëra, shëndetin e pacientit dhe dëshirën e tij për të agjeruar. Fatkeqësisht në të kaluarën në vendin tonë Kosova ka pasur situata të tilla, nga si kemi jetuar në kohën e Jugosllavisë dhe mjekët, një pjesë e madhe mjekëve nuk kanë qenë ndoshta edhe shqiptar, kanë qenë të tjerë, kur pacientëve ju kanë ndaluar rreptësisht agjerimin. Atëherë mendësia e tillë ka qenë komuniste, që qytetarëve ju kanë për një smundje të vogël ju kanë ndaluar agjerimin. Në këtë rast nuk e kemi sot atë situatë të tillë, sot fal Zotit shumë mjek janë vetë agjerues dhe e vlerësojnë agjerimin dhe mendoj që ata me diturinë e tyre, por dhe me vlerësimin që kanë pozitiv për agjerimin, do të arrijnë të japin pacientit një përgjigje adekuate. Doktor, po ndalemi pra tek gratë shtatzana dhe nënat gjithënse. Po flasim gjithmonë në rastet kur ato kanë dëshirën për të agjeruar, por a paraqet rrezik agjerimit në këto raste? Edhe këtu kjo çështje mendoj që është një pyetje relative. Nuk mund të prezumojmë që të them që gjithë mund të agjerojnë apo të gjithë mos të agjerojnë. Kjo varet në radhë të parë nga shëndeti i nënës qoftë gjithënse qoftë shtatzane, e cila në radhë të parë thashë shëndeti i saj, më rëndësi, pastaj shëndeti i fëmijët, pastaj vjen çështja e agjerimit. Nëse shëndeti i saj për të cilën vendos mjeku profesionist, këtë rast, nëse është në periudhën e shtatzanisë vendos ginekologu i saj apo ginekologja, por nëse është periudhën e gjithëdanisë vendos neonatologja e saj, ajo është e cila e merr vendimin adekuat konform gjendjes së saj. Nëse gjendja e saj është e mirë që e përballon agjerimin, mendoj që nuk ka problem, por nëse gjendja e saj nuk është e mirë, ne i kemi njohur disa gjëra si rasti gjashtatzanisë kur janë periudhat e preeklamsisë apo eklamsisë janë gjendje jo të lehta për shtatzanat, ata kanë vështirë të agjerojnë. Përndryshe, nëse ka një shtatzani stabile, ajo mund të hyjë procesi të agjerimit, por megjithatë fjalën përfundimtare e jap mjeku apo mjekja e saj e cila e din gjendjen e saj, a mund ta përballojë agjerimin. Po adoleshentët, doktora, duhet të agjerojnë? Adoleshentët, tash ne sot jemi dëshmitar që një pjesë e madhe e adoleshentëve po agjerojnë.
agjerimi nuk është një proces shumë i vështirë. Ne fëmijët tanë janë duke u ballafaquar këtë çështje kam ngritur edhe në Kuvendin e Kosovës sa kam qenë deputet, pasaj edhe pas përfundimit të mandatit, se shëndeti publik i fëmijëve tanë është i rrezikuar nga shumë faktorë, radhë të parë nga peshat e rënda të çantave të tyre që po rrezikojnë shumë shëndetin e tyre, shtyllën kryesore të tyre. A ka mundur politika, se unë jam pjesë e politikës Kosovës, a ka mundur të bëjë ndryshime pozitive të ruajë shëndetin e fëmijëve? Ka mundur. Pse nuk e kanë bërë? Dijet e kam thënë publikisht e them atë jo që prioritet për ata që kanë udhëhequr dhe me arsimin edhe me qeverit ka qenë pozita e nuk ka qenë shëndeti i qytetarëve të Kosovës. Do të thotë adoleshentët tanë, fëmijët tanë janë të rrezikuar nga shumë sëmundje në vendin tonë në radhë të parë nga lëndimet e shtyllës kryesore si pasojë e çantave të rënda. Këtë rast agjerimi nuk hyn në atë kategori që ta rrezikojë shëndetin e tyre, kur e dim që sot fëmijët nivel Kosovë po dhe nivel global po konsumojnë substanca shumë të dyshimta, shumë toksike. Pjesë e madhe e ushqimit të tyre janë pijet sheqernat e dëmshëm, që thash pijet lëngjet të cilat përdoren jo vetëm në Kosovë, po kudo në botë janë të dëmshme, e në veçanërisht lëngjet e gazuara. Ato është e papërshkrueshme se çfarë dëm i bëjnë organizmit të fëmijës. Në raport me agjerimin nuk mund të krahasohet, domethënë dëmi që i vjen organizmit të fëmijës nga lëngjet e gazuara dhe lëngjet e ëmbla është disa herë më i madh se sa agjerimi. Përkundrazi agjerimi e pastron organizmin, që thash më herët, e pastron organizmin e adoleshentëve nga ato toksine, nga ato substanca të dëmshme. Por edhe kjo është përgjigje relative. Pse? Varësisht prej moshës, varësisht prej organizmit, varësisht prej imunitetit të fëmijëve, nga se ka fëmijë që janë pak më të zhvilluar, ka disa të tillë që nuk mund ta përballojnë, por në aspektin mjekësor primar është shëndeti i fëmijës. Nëse shëndeti i tyre lejon në agjerimin, që nuk është një proces i rënd, mund të agjerojë. Ndërsa në aspektin fetar i dim në moshat të cilat e kanë obligim të agjerojnë dhe nuk e kanë obligim të agjerojnë. Cilat janë shenjat alarmuese që mund të paraqiten gjatë agjerimit dhe që janë shenjat që agjerimi duhet të ndërprehet? Në kushte normale, nuk mund të ketë ndonjë shenjë alarmuese të pacientët që nuk vuajnë nga një sëmundje kronike. Ndodh paraqiten kokëdhimbje marament, se kryesisht të pacientët të cilët vuajnë nga migrena kokëdhimbjet, mund paraqiten se migrena nuk i duron dy fenomene, nuk i duron çrregullimin e gjumit dhe çrregullimin e orarit të ushqimit. Kështu që pacientët të cilët apo personat të cilët kanë probleme me migrenë, duhet që çush para fillimit të procesit të agjerimit Ramazanit fillojnë ta ndryshojnë ritmin e jetës që të përgatiten të hinë agjerim. Nga se nëse ata kanë hungur në orar tjetër gjatë ditës, tash duhet të përgatiten që të fillojnë me orar tjetër të ushqimit, në mënyrë që të shmangen kokëdhimbjes. Ndërsa në rastet e pacientëve me sëmundje kronike të agjerimi, janë më së shumti ata të cilët i ndjejnë në aspektin negativ të agjerimit janë pacientët të cilët vujnë nga diabeti. Në këtë rast, pacientët të cilët vujnë nga diabeti, nëse shohin që gjendja tyre po keqësohet, ka filluar të bie niveli i glukozës, ne i themi sheqerit në gjak, ka filluar dridhjet e trupit, ka filluar djersitjet e ftofta, atëra i duhet me njëherë të ndërpres agjerimin dhe të konsultoj mjekun e vetë sa guxon të vazhdoj ditën tjetër. Nëse gjendja e tij shëndetësore nuk e lejon, atëherë ai lirohet nga ky obligim, nga se thash më herët, neve mësimet fetare na mësojnë që shëndeti i njeriu është rreth parë. Kështu që ata persona që më shumë të prekin, nëse mund të themi, në aspektin negativ pasojat e agjerimit janë pacientët të cilët vujnë nga diabeti, por jo të gjithë, varësisht çfarë shkolle kanë të diabetit edhe. Doktor, çfarë duhet të konsumojmë në iftare në syfyr që agjerimi të jetë sa më i lehtë, po dhe sa më i shëndetshëm? Unë mendoj që kur më shumë se sot nuk i kemi para vetes mësimet sa i përket ushqimit, nga se edhe shkenca ka zhvilluar, por dhe mjetet e informimit dhe teknologjia. Ajo që është më rëndësishme të përdorim kryesisht fruta, sa më shumë qoftë ema apo perime në iftar, po edhe në syfyr, ushqimet e lehta, t'i shmangemi ushqimeve të rënda, t'i shmangemi yndyrnave, t'i shmangemi ushqimeve të cilat vinë të fërguara nga skarat e ndryshme, t'i shmangemi pijeve të gazuara dhe pijeve të ëmbla të cilat vërtet janë shumë të dëmshme,
por në vend të tyre të përdorim ujin dhe çajrat e ndryshme, edhe çajrat kur përdoren, më së miri është të përdoren me sa më pak sheqer, nga se sheqeri, e thash më herët, është dëshmuar shkencërisht që ndër shkaktarët e shumë sëmundjeve dhe kancerit në vitet e fundit është abuzimi me sheqerna të ndryshme dhe yndyrna. Prandaj edhe në kohën e iftarit, edhe në kohën e syfyrit, ushqimet duhet të jenë të lehta, mundësisht jo të pasterizuara, të jenë natyrale, ashtu si janë, jo të merren të konzervuara, që ne kemi, apo të përdorim si ne i quajmë në žargonin ton fast food, apo të marrim të tilla në marketet që janë ushqime të gatshme, nga sa ato përveç që janë përmbajnë substanca të larta të cilat nuk janë të mira nga se ato substanca i shtohen aty në produkteve për me rujtje gjatësinë e tyre. Dhe substancat që përdoren në mënyrë industriale për me rujtje gjatësinë e produktit, i cili është i paketuar apo ambalazhuar, ato substanca janë shumë toksike. Për atë arsye ne nuk guxojmë të përdorim shumë ushqime të pasterizuara, por të jenë ushqime natyrale, jo të fërguara, jo të ndryshme, jo nga skara, por kryesisht të zira, dhe mundësisht që në kuzhinat tona të dominon vajnat natyrore siç është vaji i ullirit. E dim, ndoshta pak është më i shtrejt në treg, por ajo që është më rëndësishme që ne sot përdorim shumë substanca të cilat janë të dëmshme, po i përdorim çdo ditë. Për shembull, unë e marr një krahasim, fatkeqësisht në Kosovë është zhvilluar shumë duhan pirja. Shumë qytetarë përdorin duhanin dhe mesatarisht prej atyre që përdorin duhanin, çdo qytetar në ditë konsumon 3 euro deri në 4 euro një pako duhan. Tash imagjino çmimin e një pako duhanit me 1 litër vaj të ullirit. Skrahasohet sa është mashtraj duhani. Dhe jo vetëm që është mashtraj, por sa më dëmshme se vaj. Prandaj, nëse arrim ta menaxhojmë edhe të zgjedhim ato që është e mirë për shëndetin ton, do të na del shumë më e lirë kosto mujore se sa ajo që ne jemi duke vepruar sot me produkte të dëmshme, me duhan, me langje, me pije të gazuara. Këto janë jo vetëm që janë të dëmshme, por janë edhe shumë të shtrejta. Doktor, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe këshillat që na i dhurove sonte sa i përket agjërimet. Faleminderit juve, ju uroj punë të mbarë dhe Ramazan të mbarët të begat me emisionet e juaja. Faleminderit shumë. E dashur miq, ne shpresojmë se ju kemi ndihmuar sadopak në këshilla për këtë muaj të agjërimit. Deri në javën e ardhshme, natën e mirë.